pjesa më e madhe e tyre të reflektojnë vlerat e familjeve të tyre. Kalaja ka mbritur në studio, përshëndetje. Aurelioni, mirë se erdhe. Pra, po ta shohësh me vëmendje, nuk po shoh ose nuk po kërkoj në harkun e këtyre ditëve, të këtyre kohëve, ato intervistat që janë të ngopura me një lloj fanfare analitiko premtimesh, por kam nevojë për ngjarjen personale, për mënyrën se si njeriu është ballafaquar, çfarë po ndjen, çfarë i thon, çfarë i thot, edhe se si po ka përxehen nga ora në orë derisa të shkojmë në ditën e zgjedhjeve. Por nga ajo që kuptoj unë është që qarku i Durrësit është një qark shumë vibrant. Aty janë përballur fuqia dhe arroganca qeverisëse e kryeministrit me të vetët, me një opozitë e cila tenton gjatë gjithë kohës, ka qenë shumë e fortë një periudhë dhe tenton gradualisht që të bëjë një lloj riformatimi numrash, që janë shumë të rëndësishme kur vjen puna për fitoren në zgjedhje. Ti vet merr një ndjesi që ky është një qark tejet i vështirë? Kjo është shumë e vërtetë. Është një nga qarqet përcaktuese, përbën 10% kuvendit të Shqipërisë të ardhshëm dhe është një lloj kampionimi ajo që do të ndodhë në Durrës. Durrësi gjithmonë ka qenë barometër. Këtu e 20 vitet shkuara, në 2005-ën, ky qark ishte preliminar për vendosjen e fituesit zgjedhjeve në atë që u quajt fitore e Partisë Demokratike, rikthimi i dytë i Berishës në pushtet. Kështu që është shumë e vërtetë, ka 14 deputet, sigurisht që gara është e fortë, e ngushtë, dhe unë gjykoj që jo pa qëllim e kam zgjedhur këtë qark për të kandiduar. Do ta kisha shumë lehtë për të kandiduar në Tiranë, për hir të vërtetës, sepse i gjithë karriera ime është në Tiranë, por unë kam zgjedhur qytetin e tim të lindjes faktikisht, Adi, ku kam mbaruar 8 vjeçaren, gjimnazin Shote Galica në qytetin e Fushkrujës, që rëndom thuhet që është qyteti i Tritolit, apo jo, po të shikoni këto kronikat, por unë sfidoj të gjithë ata që a ka një qytet tjetër që e ka vizituar presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në 10 qershorin e 2007, ku media pranë qeverisë, media atëherë antikombëtare për mendimin tim na tha që i kishin vjedhur orën, ndërkohë që ai orën e hoqi sepse thyu protokollin që të përqafonte njerëzit dhe ja dha bodyguardit të tij. Na tha qyteti me tullat kuqe, quajteti i vjetër i Enver Hoxhës, dhe një vizitë tjetër është shumë interesante, ka qenë Papa i Vatikanit në qytetin e Fushkrujës. Në fakt, Fushkruja mund mos quhej Fushkruj, por mund quhej Albanopolis, për shembull, nga ku ne kemi marrë emrin Albania ndërkombëtarisht. Po unë jam shumë i kënaqur me Fushkrujën që quhet dhe Fushkruj. Po patjetër. Sepse ajo fusha e një qyteti spektakolar siç është Kruja, që është një qytet malor, dhe në fakt ne nuk jemi këtu për të bërë përgjithësime të karakterit identitar, se nuk është elegante. Patjetër. Po Fushkruja pa dyshim njerëz inteligjent, jashtëzakonisht interesant. Janë ballafaquar me, si gjithë shqiptarët, po ca më shumë ata janë ballafaquar me varfëri. Po kanë ditur gjithsesi dhe i miri dhe i keqi, kudo qoftë, në çdo vend të botës bën një lloj bashkëtese interesante. Kështu që mendoj Fushkruja e ka fituar betejën me si thua pro të mirës, apo jo, këtë merr këtë ndjesi, gjatë kohës që i takon atë? Sepse nga Fushkruja kanë dalë talente shumë të mëdha, për hir të vërtetës. Duhet ju përmend për shembull Enkeleta Kamanin që luan sot në La Scala. Fushkruja ishte një baçe e talenteve, Semia Upaj, me që ke dhe X Factor, këtu ka qenë fituesja X Factor, Andi Stafuka, Keti Karaj, Enea Qerashi që këndon himnin kombëtar me Kastriot Tushën nëpër çdo stadium të botës, Alfred Lela nga Fushkruja, Marcel Lela. Yes, Jim Belushi is from Albania, se më kujtohet ky film i famshëm, domethënë. Po Romir Zalla nga Fushkruja, Albana Perhati që luan Portokalli, pra Beskallaku, Besmir Aliti, pra janë njerëz cilët kanë shënjuar fort në atë që quhet arti, po flas vetëm për artin, po ka edhe në sport. Por Adi ka not diçka tani. Fushkruja është njësi administrative. Nuk është më bashki. Prej 10 vitesh Dhe ata e ndjejnë këtë, apo jo? Po jemi 50.000 banor. Nuk ka një lloj përfaqësimi më direkt, apo jo? 50.000 banor. Kemi qenë bashki, pra ishim mirë kur ishim keq, tani jemi akoma më keq. Pra jemi 50.000 banor dhe nuk ka bashki. Prej 10 vitesh harta territoriale, që unë e quaj hartë elektorale, na ktheu në njësi administrative. Dhe ne jemi sot me Bashkinë Kruj. Prandaj iniciativa ime parë, në rast se unë do të jem kuvendin e Shqipërisë, do të jetë pikërisht kjo. Ta kthejmë Fushkrujën bashki ashtu siç ka qenë. Edhe Kruja bashki, edhe Fushkruja bashki. Përpara se të bëj një pyetje direkte në raport me çfarë
dëshmojmë, pra çfarë kuptojmë që ndodh në këto qarq e në këto zona dhe çfarë mund të bëjmë që të ketë një lloj përmirësimi e jeta të vazhdojë përpara, nuk mund të mos do të bëj një pyetje të direkte dhe të personalizuar për ty. Mua më duket sikur ti në vetvete je gati për të hyrë në Parlamentin e Shqipërisë. Si më thënë, njeriu e ndjen kur fiton diçka. Ne të gjithë e kemi kuptuar në fushat të ndryshme të jetës ose me projekte të caktuara. Ti e ndjen kur aty ajo do të ndodh për një manifest, apo lexon ca shenja, apo thjesht ka një vibe tjetër, gjithçka. Ti vetë çfarë ndjen? Unë, me të thënë drejtën, zonën e njoh majt gishtave. Kam punuar në zonë. Për shembull, mund t'ju them një rast në 26 nëntor 2019, kur tërmeti tronditi atë zonë dhe pati dhe vdekje në Thuman, por edhe 280 shtëpi të prishura në Bubq, unë hapa një qendër vullnetare atje dhe qëndrova 90 ditë, pa mandat, duke qenë thjesht një vullnetar dhe duke mbledhur ndihmë nga shqiptarët, kishim një postulat famshëm, pranojmë gjithçka përveç parave. Kurse qeveria kishte ndryshe, nuk duam ndihmë, duam vetëm para. Dhe ne ishim thjesht te çusit, e mbajtëm për 90 ditë. Unë isha i pafuqishëm në rast se solidariteti shqiptarëve nuk do ishte që të vinin nga 6 anët ndihmat dhe thjesht ne i çonim nëpër shtëpia. Kështu që e parë këtë këndvështrim unë i di plak të asaj zone dhe kam jetuar gjithmonë me ata njerëz. Për shembull, përmende Krujën pak më parë, Kruja sot vuan nga shpopullimi. Kjo nuk ka të bëjë me lëvizje të lirë. Kjo është një agjendë pastër për shpopullimin e Shqipërisë. Malësia e Krujës, një nga zonat më të goditura, sipas censusit të Ramës, 48% e shpopulluar, sipas meje dhe dhënave që kam alternative, me shkollën e Mafsheqit mbyllur, me shkollën e Cullizallës mbyllur, mbi 65% kanë ikur, sepse nuk kanë shkolla, nuk kanë shërbim shëndetësor, nuk kanë infrastrukturë. 100 metra nga kalaja Krujës, një lagje shumë e famshme e Krujës, lagja Berbere, dikur me 300 fëmijë, sot është mbyllur shkolla, është mbyllur dhe kopshti. Nuk po flasim për zonat thella, se ju fola për Malsin, 100 metra nga kalaja Krujës. Kruja sot me 3 klasa në gjimnaz, ndërkohë ka pasur 7 klasa paralele. Kini parasysh që i kanë heq hipotekën, gjykatat, prokurorin, adisën, çdo lloj institucioni, stadiumi Krujës dhe krenaria Kastrioti, një nga ekipet më elitare të futbollit shqiptar, deri gjatë sot dhe nuk ka një fushë ku të luaj. Aty hedhin qenë rrugës dhe materialet inerte në stadiumin e Krujës. Pra kjo është Kruja dhe ka dhe i plak tjetër që banorët më kanë kërkuar kur bëra anonqimin që do jem tek ti, që ta them këtë studio, është drama e madhe me tërmetet. Po, qeveria shqiptare i ka ndërtuar shtëpit, edhe pse ka ndërtuar 52 shtëpi mangut dhe nuk i ka llogaritur, sot e kësaj dite banorët nuk e kanë marrë çelcat e shtëpive. Ka shkuar kryeministri, ja dha çelcat, mbaroi regjia dhe u mbori çelcat mbrapsh. Kanë 2 vite që i paguajnë paratë e bonusit qeras me paratë veta, që do të thotë nuk kanë hyrë sot e kësaj dite nëpër shtëpia dhe thirrja e tyre është kur do hymë ne nëpër shtëpia. Por nuk mund t'i bëhet atyre një pyetje direkte për këtë pyetje shumë të rëndësishme që bëjnë ata. Si ishte pyetja e tyre? Kur do hymë nëpër shtëpia? Me pyetjen kujt do t'ia jepni votën? Kjo është shumë e rëndësishme. Kujt do t'ia jepni votën? Në varësi kujt do t'ia jepni votën, menjëherë kuptohet kur do hyni në shtëpi, simple as that. Shumë e vërtet. Dhe me që jemi këtu. Jo, doja edhe 2 probleme shumë shkurtimisht. Thuhet për Niklën, rëndom që janë duart e krimit. Një fshat problematik apo jo, nga kronika zezë. E dini ju që Nikla nuk ka gjimnaz sot dhe nuk ka shkollë 9-vjeçare? Pse nuk ka? Ka 6 vite që ja kanë prishur dhe nuk ja kanë rindërtu. Ku shkollohen këta njerëz? 11.000 banorë të asaj zone. Shkojnë me turnën fushkryj, përgjithsisht turni 2. I çojnë prindrit me makina private. Kur mbyllet një shkollë, hapet një burg, apo jo. Pse nuk i japin arsimin Niklës ta? Çfarë kanë me Niklën? E kanë personale. Bubqi i rindërtuar nga tërmeti me 15 përmbytje brenda 2 viteve. Thumana, një nga vendet më të mrekullueshme të Shqipërisë, vuan sot infrastrukturën dhe nuk ka rrugë. Borizana nuk ka ujë të pijshëm. Borizana është fshati më i madh në Shqipëri, kujdes, dhe vjen nga emri Burimet e Zanës dhe nuk ka ujë. Rruga është cop-cop, domethënë. Pra, kjo është sot plaga më e madhe që i ka ndodhur Krujës. Vetëm se për Durrësin do të flas për 2 betejë elitare pastaj në rast se do mpyes. Jo, do t'i qëndrojmë më një herë, po siç biseduam dhe më parë. Pa dyshim vënia e pikës mbi i është jashtëzakonisht e rëndësishme se një pjesë e publikut, jo publikut opozitar, publikut tjetër, atij që është i qetë, të dy këto lloj publikësh bëjnë të njëjtën jetë.
Dhe pyetja që na shqetëson neve nuk është vetëm që edhe ajo është pyetje e madhe, është pyetje substanciale. A dëgjon gjysma e Shqipërisë xhanam? A ka sy gjysma e Shqipërisë që të shohë çfarë realiteti është ky vend? Pse bëjnë këta sikur janë francez, sikur janë austriak? Një njeri që jeton në Shqipëri e kupton çfarë Shqipëria mizerabël është kjo. S'ka nevojë fare ti përkazësh as Partisë Demokratike dhe as kujt dushti. Sepse kjo kuptohet. Mirë po, përveç kësaj, është edhe një pyetje tjetër interesante, cilën dua që ta adresosh. Patjetër. Auloni. Çfarë mund të bëhet? Çfarë propozohet nga ty të bëhet, sepse ti e ke menduar gjatë, ti ke bërë një analizë të ndershme dhe të vërtet personale, se ke interes për këtë ngjarje. Edhe, kështu që më thuaj disa plag, po më thuaj disa mundësi. Se si do t'i zgjidh. Iniciativa ime e parë është që do të kthej Bashki Fushkrujen, Zvicra, një vend që e ka ushtrim të përditshëm referendumit, bëri një referendum atje japim në shtetësim Michael Schumacherit apo jo. 50.000 banor nuk pyeten nga ana tjetër a doni njësi administrative apo doni të jeni bashki. Unë do marr iniciativat ligjore që Fushkruja të jetë bashki. E para, e dyta, brenda vitit të parë, në rast se ne marrim qeverinë, mbyllen të gjitha plagët e tërmetit. Dorëzohen gjithë çelësat e shtëpive dhe atyre 52 familjeve deri në 84 familje, nuk e kam të sigurt informacionin, do t'i zgjidhet kjo histori, sepse parat janë marrë, kanë paguajtur taksa paguesit europian dhe botror 1.3 miliard euro. Ku janë këto para? Gojët e Liga thonë që këto shtëpia nuk shpërndahen sepse ka një hetim nga Spaku. Të dalë qeveria dhe të na e thotë. Unë thjesht po e ngrej si pyetje, duke qenë se vjen nga gazetaria në këtë rast. Po ashtu, çështje kryesore ka të bëjë me ujin e pishëm. Diskutojmë sot, në 2025, për çështje unë mendoj që jemi totalisht në nivel banal, do të thënë. Sepse uji pishëm, dritat, po e them zhargon, pra energjia elektrike në këtë rast, rendi dhe siguria janë elementët kryesor, por ajo që unë kam marrë përsipër është që, Adi nuk e di, unë kam shkruajt programin e Partisë Demokratike për çështjen e riatësimit shqiptarëve. Kujdes, jo ripopullim, si çdo kryeministri ta quaj, me marrëveshjen Rama Meloni, për shembull, si një precedent që do shërbej për ardhjen e emigrantëve afrikan, ndoshta për të ripopulluar Shqipërinë, varet se çfarë plani kanë, por ne duam të bashkojmë familjen shqiptare. Unë jam shumë krenar që e kam bërë atë program dhe në rast se ne bashkojmë familjen shqiptare me riatësimin e shqiptarëve në këtë rast, atëherë jo vetëm Kruji dhe Durrësi, po e gjithë Shqipëria do prosperoj, sepse familja shqiptare është sot e përgjysmuar, gjysma jeton brenda dhe gjysma jeton jashtë shtetit. A kemi ne mundësi që ata njerëz që kur të kthehen nga jashtë brenda 5 vitet e para të mos paguajnë asnjë taks? Është në programin e Partisë Demokratike, në rast se do hapin një biznes. E dyta, do japim kredi për strehim nga 5 deri në 30.000 euro për çiftet e reja. Unë jam vetë një njerëz që nuk kam bler akoma shtëpi, jetoj me qera personalisht, sepse e gjej pamundur në realitetin shqiptar ku çmimet janë shumë të larta, apo jo. Dhe nga ana tjetër kemi një plan patriotik. Unë mendoj që kjo është një qeveri kuislinge e cila po i bën dëm Shqipërisë, nga ana tjetër duhet një qeveri patriotike që babait i thot baba dhe jo prindi një, dhe mamas i thot nën, jo prindi dy, siç ta duan ne quajnë. Amerikanët i lanë hesapet me këtë histori me 5 nëntor. Unë gjykoj që ka ardhur koha dhe momenti që në Shqipëri ne t'japim një përgjigje tjetër agjendës majtiste. Unë Eduard Rokast majtën dhe është domosdoshmëri e majta në botë, pa diskutim, po jo për të na çuar drejt satanizmit, për të mohuar Zotin, për të vënë pikpyetje dy gjinit, mashkull dhe femër, apo për të bërë ato që kemi parë në Bashkinë e Tiranës, martesat të njëjtës gjini kur ligji shqiptar nuk e lejon. Pra, kam hyrë në politik për shpopullimin, kam hyrë në politik për të mbrojtur familjen dhe sigurisht unë jam një besimtar dhe besoj në Zot. Amerika po shkonte drejt satanizmit, gjykoj që edhe në Shqipëri kishte deviza të tilla që Shqipëria të degradonte duke vënë pikpyetje pikërisht rolin e familjes. Familjet e mëdha kanë bërë Shqipërinë, shikoni kush janë nënshkruesit e deklaratës pavarësisë, familja Jashari mbajti luftën e Kosovës, sa fëmijë kishte, prandaj fëmia i tretë në Shqipëri do të trajtohet nga shteti nga 0 deri 23 vjeç. Nga qeveria në këtë rast. Ne kemi edhe disa minuta, unë dua që të bëjmë më të mirën e kësaj bisede, Auloni. Gjatë kohës që ju bëni garën për parlamentin e ardhshëm, në fakt ndodh ajo që një partie politike, një grupimi, o një grupimi opozitar, do të duhet i kishte ndodhur minimalisht 8 vjet përpara. Ky kontakti njerëzor, rritja e vëmendjes edhe e syrit të vëmendshëm në raport me atë që shihet, në atë që ndodh shpeshherë, jo domosdoshmërisht e detektueshme, po të paktën kur bë disa pyetje del një realitet i cili qëndron ashtu si gjysmë i fshet, po që ekziston aty. Në qoftë se unë do të kisha thënë ty për të bërë një lloj listimi në të gjithë këtë qark tani cilët janë disa elemente që të
të krijojnë një neveri të madhe për mënyrën se si janë devijuar qëllimisht, dhe e dyta sidomos që shumë e rëndësishme, dhe kjo ka shumë rëndësi për publikun që ju sheh, në marrëdhënie publike kjo kërkohet në mënyrë eksplicite, është që çfarë mund të ndodh pozitivisht dhe a mund të ndodh pozitivisht. Shiko, kjo që do them tani ndoshta do kap në vëmendje, por më besoni që e kam menduar gjatë. Unë kam qenë një nga aktivistët që kam kundërshtuar velierën në Durrës, kemi shkuar, kemi luftuar edhe me penë edhe me pushk, siç thon rilindasit, jo rilindistët që kemi në pushtet. Pena jonë ishte që shkuam gjykat administrative ku e fituam, dhe pushka ishte protesta në këtë rast. Një grush njerëzis përballë një Vangjur Zhdako, i cili është marrë personalisht me mua dhe në komision parlamentar, jam kërcënuar dhe nga bandat e Durrësit për projektin Veliera në 2017, dhe unë kam qenë kundër betonizimit Durrësit, tek torra veneciane, ku 2 pilotat e asaj vele të shëmtuar betoni e pa precedent gjithë botën, u vunë në zonën arkeologjike. Gjykata ju tha mos i vendosni aty dhe vela dilte e palishme, vela betonit, por ky ishte koncepti rilindist për Durrësin, pra betonizimin këtë rast. Tamam dhe i kryeministrit se patjetër, ai ishte arkitekti i çdo gjëje këtu, i shijeve të çuditshme. Dhe ajo që kam menduar është, a na duhet në kjo velier aty që her pas here kthen në përmbytye vendin. Unë kam një përshtypje që nuk ka një njeri që kalon aty dhe nuk e kupton që ajo është një gërmadh budallaqe, apo ndoshta unë e kam gabim se. Je shumë i saktë dhe unë i kam bërë një pyetje Vangjur Zhdakos në komision parlamentar, ku e merr rrogën ti në Beograd apo në Athinë, që kërkon të shkatrosh arkeologjinë e qytetit Durrësit. Prandaj unë po ju them nga kjo studio, gjithë qytetarëve të Durrësak, që në rast se ne do të vim pushtet, unë personalisht do merrem me çështjen e velierës, me hapat ligjor, dhe aty ne do ta prishim velierën dhe do të çojmë profesor Apollon Baçën, Neritan Cekën, Aleksandër Meksin dhe njerëz më të zëshëm të arkeologjisë shqiptare për të gërmuar në Durrës. Unë gjykoj se sa më shumë të gërmojmë në Durrës, aq më shumë histori nxjerr. Pra nuk është torra veneciane historia e Durrësit. Unë kam parë aty që të goditen me matrapik artefaktet që janë gjetur, se e kam ndjekat betej, dhe prandaj kemi shkuar në gjykat. Prandaj është shumë e rëndësishme që në rast se ne kemi prioritet turizmin, ata nuk vinë për velen e betonit, por vinë për historinë e Dyrrahut dhe arkeologjinë e Dyrrahut në këtë rast. Ka një shqetësim që kjo zona e bermudeske, Tiranë, Durrës, Elbasan, pak me një lloj vetkënaqësie të qetë, çerek otomane të tipit, nuk e di, nuk bëjmë asgjë, si më thënë, jemi kështu mirë, si jemi një variacion turkoshak, më duket i dolce far niente. Them vetëm një shprehje për ta përforcuar, të majtë e jotja. Është një shprehje tipike, domethënë, për të shpjeguar këtë. Mendon që kjo popullat e shkëlqyer megjithatë e këtyre 3 qyteteve të këtij trekëndshi shumë interesant të thelbit të Shqipërisë. Patjetër. Mendon që ka fermentin e duhur këtë herë për të sjellë një ndryshim substancial? Shiko, armiqt më të mëdhenj të lirisë janë sklevërit e lumtur. Kjo është një nga shprehjet që unë kam shumë për zemër. Unë mendoj që qytetarët e Durrësit do dinë ngrihen, do dinë të reagojnë dhe do dinë të votojnë kësaj radhe. Është një energji që unë e marr nga terreni. Unë jam non-stop në terren, se në fillim thonin Auloni del vetëm televizor e tjerë. Fuqia ime është terreni. Unë gjithmonë kam qenë atje, duke i marr të gjithë perceptimet e njerëzve dhe duke i sjellë në televizion nga ana tjetër. Pra gjithmonë, edhe kur kam vazhduar gazetarin, kam qenë gazetar terreni. Pra vi nga terreni, jo nga koltuqet e bukura mediatike etj. Kështu që këtë e kam ndier në çdo zonë, nga Malësia e Krujës deri në fundin e Durrësit ku bashkohet me Kavajën. Do dinë të reagojnë në një fitore, mendoj unë, kundër Ramës në këtë rast, pro familjes, kundër shpopullimit dhe sigurisht me Zotin përpara. Ka shpresë reale për një 100 ditë me një lloj spektakulariteti për realizimin e pjesëve të programit? Absolutisht. Janë të ndërgjegjshëm njerëzit që takoni që më me një parti me program sa një parti me daulle? Absolutisht. Se mund të kenë preferencë për daullet? Jo, dakord, po, është e Zauru dhe daullja kam përshtypjen, se ka 12 vite, edhe 4 vite tjera si këto nuk durohen më. Por ti më njeh shumë mirë, unë vetëm ushtar rreshti nuk jam. Unë personalisht, në rast se do të jem në sallën e kuvendit dhe këto zotime që i thash në këtë studio nuk realizohen, unë sigurisht do maj qëndrimet e mia, patjetër, por unë besoj që ka
një vullnet qartë që në 100 ditë të para dhe në 300 ditët e para, pa diskutim, si që thash, çështja e tërmetit do ezaurohet, do lahen hesabet me tërmetit. Pra ka kaluar 6 vite në një vend shumë të vogël si Shqipëria dhe plagët i kemi sot e kësaj dite të hapura. Jo vetëm kaq, por edhe çështje që kanë të bëjnë me ekonominë e Shqipërisë, që është thelbi apo zemra e asaj që quhet vote shqiptarëve kësaj radhe, sigurisht që do të jenë 100 ditë të para. Programi shkëlqyer, nga ana tjetër s'kemi asgjë. Një shprehje latine thot verba volant scripta manent. Fjalët fluturojnë, shkrimet mbesin. Ne kemi zgjedhur ta shkruajmë programin dhe ta paraqesim shqiptarëve. Riktheu në program. Faleminderit. Faleminderit që erdhe. Dashur teleshikues, pas pak minutash ne do të flasim me Ylli Manjanin për atë moment jashtëzakonisht të rëndësishëm, është folur, mendoj, po jo domosdoshmërisht duke e trajtuar nga pikpamja mizanskenike. Pra, çfarë ka ndodhur realisht, të paktën në atë 24 orësh të reagimit ministrit të drejtësisë, i cili flet, i dërgon një dokument, ose flet në parlament, ose flet në mbledhjen e qeverisë, dhe bën një deklaratë të fortë e një qëndrim personal që i kushton pozicionin, dhe pastaj Shqipëria për afro 12 vjet krijon ndoshta skemën më të madhe për të cilën konsiderohet sot një narkoshtet. Dhe pastaj unë do të flas me Kejsi Saliasin, Esli Canin, Divin Taren dhe Arion Pulleja, janë 4 nxënës gjimnazi, që kanë bërë 4 ese. Do t'ju tregoj ngjarjen se si qëllova unë në eset e tyre, dhe pse ata janë sot, sepse është ndoshta nga herët e paktën në këtë televizion, ku vajza e djemë të ri gjimnazist do t'u bëhen disa pyetje precize në raport me disa elemente shumë të rëndësishme